Sonila Betja, se kjo është diskutuar më shumë Sonila Betja, për hir të vërtetës, Sonila Betja ka votuar pro Ramës dhe kundër SPAK, se nuk po e vë GKK-ja, po për shkak të dhe më e komentuara. Ajo është më e komentuara sepse ka një lidhje midis asaj që është, le të themi, lidhje familjare midis asaj që është administrimi i një prej mediave kryesore në vend nga bashkëshorti i saj dhe që do të thotë Syri, i cili ka një lloj opozitarizmi dhe kundër Ramës. Andi Beti. Po, dhe në këtë kuptim do duhet që, le të themi, ata të cilët janë të djathtë dhe pretendojnë që çdo instrument që i vjen të djathtës për të goditur, le të themi, kryeministrin do përdore. Megjithatë, kjo nuk do të ishte normal. Domethënë, ti bashkëshortes tënde i thuaj që vendimi që do marrë punë ajo do t'i thuash, ajo do bëj çfarë do i thosh ti se e burri i saj? Nuk duhet funksionojë kështu. Atëherë Sonila Betja Sonila është vendosur në lup për shkak të kësaj lidhje. Po mirë pra, Andi Betja nuk mund t'i thoj gruas, o grua, unë jam drejtori informacionit të Syri dhe ti do ta bësh shumë se unë punoj për opozitën. Unë nuk mendoj që duhet ta bëj këtë dhe nuk mendoj që e ka bërë ose se ka bërë. Pse Sonila Betja ka votuar pro Ramës dhe kundër SPAK? Unë mendoj që ka bërë gabim që ka votuar pro Ramës. Nga perspektiva e komentit tim dhe nga perspektiva e qytetarëve të cilët janë pro SPAK-ut dhe pro dënimit të korruptuarve, do duhet që teknika, do me thënë, s'kemi pse bëjmë, le të themi, narrativ të shpesht. Kemi një të akuzuar për korrupsion, të cilën gjykata e pezullon, dhe janë rreshtuar një seri individësh për të mbrojtur këtë zonjë që është zëvendës kryeministre nga duart e drejtësisë. Okej. Dhe është kaq e thjeshtë, Roland. Do duhet që gjykatësit, njerëzit me intelekt në këtë vend, nuk duhet të rreshtoheshin për t'i mbyllur derën drejtësisë. Sandër Beci, kundër Ramës, pro SPAK. Është një keqardhje, është sigurisht mos i ngatërro, absolutisht që unë mendoj që ka bërë zgjedhjen e dur, edhe meriton, le të themi, të paktën nga perspektiva e qytetarëve, meriton vlerësimin për vendimarrjen të cilën. Tani, për Sandër Becin më bëri përshtypje komentet, ndryshe nga ato të tjerët ishte që ja ka mbaruar në Shkodër. Po çfarë do të thënë ka mbaruar në Shkodër për cilësinë e Po, ja pra, Shkodër ka mbaruar fakultetin e drejtësisë, Universiteti Luigi Gurakuqi në 96. Shiko, Zoti Beci ka një karrierë të jashtëzakonshme, sigurisht që në këtë tranzicion gjithkush për gjithkënd mund të kesh diçka për të thënë, po për të thënë që je nga Universiteti Luigi Gurakuqi, unë nuk mendoj që është një arsye e mirë për të thënë që je pak profesionist. Sepse individ të cilët nuk e kanë pasur arsimin për, le të themi, prioritet të tyre, edhe nëse do studionin, le të themi, brenda vendit ose jashtë vendit, kjo matet me karriera. Ai nuk ka shkuar nga bankat e shkollës në gjykatën kushtetuese, ka shkuar mbas një karriere të gjatë. Karrierë. Po, Ilir Toska, edhe ky kundër Ramës pro SPAK. Të lutem me gjia, mund ta ngrini pak? Ja, Ilir Toska. Unë mendoj që Ilir Toska i ka bërë një kundër Ramës pro SPAK. Një shërbim të madh vendit, duke i dhënë drejtësisë një mundësi për të pasur integritet edhe për të vendosur përballë edhe njerëzve të cilët kanë pushtet dhe mund ta cënojnë atë. Gent Ibrahimi, mund ta ngre pro Ramës? Për ishtë të vërtetës, Gent Ibrahimi është një prej zhgënjimeve të mia, sepse sigurisht ai është një prej dizenjuesve të sistemit të drejtësisë, le të themi ka shtitur në disa funksione, mos gaboj ka qenë kryetari i njerëz prej trupave të KLP-s ose KLG-s. Do të thotë po ka qenë dizenjator edhe një nga konsultuesit e reformës së drejtësisë dhe mendoj që të paktën në sa mundet të gjykoj unë, mendoj që e ka dobësuar forcën e sistemeve të drejtësisë për të cilën ka punuar që të kenë kur bëhet fjalë për të dalë përballë kryeministrit të vendit. Okej, Mariana Semini, ju lutem regjia, mund të ngrihet pro Ramës dhe kundër SPAK. Ne edhe tek ekipi jonë edhe me antar të shoqërisë civile kishim menduar këto ditë në fakt për të bërë një lloj aksioni publik që t'i vlerësonin figurat të cilët i kanë shërbyer, le të themi, drejtësisë dhe kanë vendosur GJK-n në prioritet dhe figurave që nuk e kanë vlerësuar, sepse mendojmë që mbi ata duhet peshoj edhe përgjegjësia e
le të themi, interesit publik. Sigurisht që gjithsecili prej tyre mendon që e ka marrë vendimarrjen konform ligjit dhe konform të drejtës. Në këtë kuptim, unë shpresoj që minimalisht jetë kështu dhe të mos jetë një lloj rënje pre e shantazhit, e korrupsionit, e dhunës që le të themi autoritetet shpeshherë ushtrojnë. Mariana Semini ka një karrierë që nuk mund nga karrierë më të mirë madje nga anëtarët e gjykatës kushtetuese. Dhe ne nuk mund ta gjykojmë, po ajo vendimi i saj është pro Ramës kundër SPAK. Jo, ne vetëm një gjë që mund të bëjmë është të gjykojmë në perspektivën e qytetarit. Që do thotë se kuptova këtë. Që do të thotë në rastet kur ata marrin vendimarrje të cilat shkojnë në kundërshtim me Shumë mendoj unë thotë ajo. Po absolutisht. Por është shumë e vështirë të komentosh le të themi vendime të gjykatave dhe akoma më e vështirë është të komentosh vendime të gjykatës kushtetuese. Asim Vokshi ka dhe emrin e një heroi, emër mbi emër të një heroi, është kundër Ramës pro SPAK. Një nga anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese, i sapo emëruar le të themi, që unë gjithashtu mendoj që meriton vlerësimet e qytetarëve dhe meriton vlerësimet e të gjitha atyre të cilët kanë interes drejtësinë. Ta kesh emrin Asim Vokshi vetë. Do është me vërtet një koincidencë e bukur. Emër dhe mbi emër. Shikon, në këtë vend ne kemi ikur pak nga ato që kanë qenë rënjet tona, edhe duket gjithmonë kur qytetarët, sepse unë shikoj edhe një statistikë në lindjet e shqiptarëve, emrat më të shpesh dhe më të shumt janë ato që nuk lidhen kulturalisht me Shqipërinë, ndërkohë që 15-20 vite më para nuk ka qenë kështu. Duket sikur shqiptarët dizenjojnë për të ikur jashtë. Ky nuk është rasti i Asim Vokshit, i cili jo vetëm ka bërë le të themi karrierë, është i përkushtuar, por mendoj që vendimarrja në këtë rast, në gjykimin tim, është jashtëzakonisht shumë e drejtë edhe ka shpëtuar le të themi jo vetëm drejtësinë, por edhe vendin tonë. Tani, nëse nuk mund të gjykosh, po nëse njëri nga këta do kishte votuar ndryshe, peshorja do kishte anuar nga njëra nga anë. Nëse njëri nga ata të cilët nuk ka votuar pro Ramës do votonte pro Ramës, sigurisht që Rama do ishte shumë i fortë sot dhe i armatosur me gjithçka për t'i dalë SPAK-ut përballë, por edhe për të le të themi për të shmangur vendimarrjen që duhet të marrë parlamenti me kërkesën e re të SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Tani, 4 veta, 4 gjykatës kushtetuese i bëre herojnë tek qytetarëve ti. Kështu the, a? Unë mendoj që po. Herojnë tek qytetarëve. Absolutisht po. Tani, këta 4 që kanë votuar pro Ramës, Mariana Semini, Genti Ibrahimi, Sonila Bejta, Fiona Papajorqi, nga kush je zgënjur ti? Shiko, unë nuk absolutisht nga të gjithë. Nga të 4? Po jo, nga një që më shumë them. Absolutisht që po. Nga kës prisje ti? Unë nuk dua të bie, unë nuk e preferoj këtë, duket sikur çoj gjuhë urrejtje më shumë te dikush dhe tek jo. Sigurisht që ani a jete qendresa e qytetarëve apo a jete qendresa Shiko, absolutisht që po. Te qendresa fshatare. Po në këtë rast ata kanë marrë, po dhe qendresa fshatare do duhet ishte respektuar njësoj, kam përshtypjen sepse po pse e ke në qendresa e qytetarëve? Po sepse nocioni i citizen, i qytetar është nocion pak më i gjerë, jo sepse përjashton ata të cilët nuk janë banues urban. Po vetë se ti mund të vëj qendresa popullore për shembull. Por në rastin e tyre, po, edhe kjo mund të ishte. Kjo mund të ishte qendresa popullore, ti përfshi qytetarë dhe fshatar. Po, absolutisht që po. Në rastin e tyre ata kanë marrë një vendimarrje të përbashkët. Dhe nuk mendoj që meriton të vlerësohet. Vota është nuk meriton që ata se din fare se si ka votuar ai në krah. Ja, të lutem tani. Po absolutisht po, por vendimarrja ka qenë e njëjtë, që do të thotë 4 antar, po kjo nuk i përjashton nga pesha që duhet të mbajmë në vendimarrjen e tyre. Miguel, ti je zgënjur më shumë. Mariana Semini, Genti Ibrahimi, Sonila Bejta, Fiona Papajorqi. Kjo është. Se ti prisje për shembull që po e fuskot një nga këta, X-i, duhet të votonte kundër Ramës. Zoti Qafoku. Ata kanë marrë një vendimarrje të cilën rrëzojnë GKK-n. Po, dhe ata kanë marrë të njëjtin vendim për të cilën unë jam i interesuar të mos merrej. Që do të thotë ata nuk kanë njëri më fajtor më pak se tjetri. Kështu që vendosja e njërit më shumë se tjetri do shfaqson të tjerët. Kështu që unë nuk ja bëj dot dhuratë askujt që të jetë më poshtë kolegëve të vet. Unë mendoj që ata janë në të njëjtën pozitë të gjithë, të cilët në fakt kanë përshtypjen e kanë merituar edhe këtë furinë e qytetarëve të cilët le të themi
janë ndjerë jo mirë të përfaqësuar, megjithëse ai nuk është organ përfaqësimi nga gjykata kushtetuese. Zoti Qiraxhi, në këtë moment Rama është në konflikt me drejtsinë? Absolutisht po. Pse? Rama edhe më parë ne e kishim të supozuar këtë. Që? Pra përpara Erion Velis, ne kishim të supozuar që Rama, pavarësisht se drejtësia po i merrte shokët e vet, kishim një supozim që ai sërish bënde një luftë të heshtur të fshehtë. Jo, një sekondë, më falë që të presto, po ju ishit shumë që kritikën e Ramës se Rama ka drejtsinë, e kanë në xhep. Jo, po i bie që Rama se ka drejtsinë në xhep. Tu keni humbur ju. Jo, Rama, unë nuk kam besuar asnjë që Rama e ka drejtsinë në xhep. Ma keni thënë, ju keni bërë protesta kundër Ramës, Rama drejton drejtsinë, Rama drejtësia bën çai thot Rama. Ja, tani ndajni këtë. Një sektor i shoqërisë civile mbase mund ta ketë bërë këtë, por ne nuk e kemi bërë. Ti nuk e ke bërë. Unë nuk e kam bërë. Dhe unë mendoj që nëse Rama është përballë drejtësisë, është eksaktësisht skenari i duhur që duhet të ndodhë. Sepse unë nuk besoj që nëse drejtësia shkon tek Rama për t'i kërkuar llogari për keq qeverisjen, keq menaxhimin, shpërdorimin e detyrës, unë nuk mendoj që Rama do duhet kishte pozicione mikpritse. Pra, mbase ti gëllon jo vetëm një gjë, je teza që Rama ka ai drejtsinë. Mbase ti gëllon keq, po unë mendoj që është pozitive që Rama është përballë drejtësisë. Sepse nuk do kishte mënyrë, nuk do kishte një rrugë se si duhet ishte ndryshe. Nëse drejtësia ka gjetur shkelje të detyrës, abuzime, i arreston ministra Ramës, atëherë Rama nuk ka rrugë tjetër vetëm se të jetë përballë. Problemi është këtu. Kush do fitojë në këtë mes? Dhe mua nuk më bën përshtypje që Rama sulmon drejtësinë. Unë jam shumë i gëzuar që drejtësia po fiton mbi luftën kundër Ramës. Po opozita i thot Spakut bande armatosur. Pastaj ka një problem të madh me opozitën dhe me Partinë Demokratike që konsideron Spakun organizatë kriminale. Po, dhe organizatë kriminale. Kjo është një nga problemet e tjera që ata meritojnë të poziminë. Jo, ta riformuloj pyetjen. Ju jeni jeni pjesë e shoqërisë civile dhe kryesisht mbështesni opozitën. Absolutisht. Për gjitha aksionet e saj. Kjo është një lloj opozitarizmi më vetë. Mund ta lësh në sajtën, lutem. Tani, opozita dhe opozita lokomotiv ka Partinë Demokratike. Zyrtarisht thotë që Spaku është organizatë kriminale. Altin Dumani krye kriminal. Tani e zëvendësuar, po paktën zyrtarisht kjo është. Edi Rama e ka në xhep drejtsinë. Drejtësia bën çfarë thotë Edi Rama. Pyetja ime është, a ka rënë teza e opozitës që drejtësia drejtohet nga Edi Rama? Besoj që po, absolutisht që po. Po ky është lajmi domethënë. Po sigurisht që po, shiko. Nga 2016, më fal, 14. Shiko, edhe që është miratuar reforma në drejtësi, edhe deri më sot ka rënë një tezë që drejtësia nuk e drejton Rama. Unë mendoj për shumicën e shqiptarëve kjo nuk ishte një tezë që ngjiste. Për faktin e vetëm se për herë të parë në historinë e Shqipërisë bie nga vendi i institucioneve më të besuara në këtë republikë nga qytetarët, bie Bashkimi Evropian dhe Ambasada Amerikane. Kalon Spaku në vend të parë. Që do të thotë, qytetarët pavarësisht sondazhet e këtë sondazhe. Ata që na ndjekin, jemi qartë. Sondazhet tregojnë që pavarësisht se e djathta, lokomotiva që për ish të vërtetës nëse do të fitoj do duhet bëhet Tesla, se nëse qëndron lokomotiv kam përshtypjen është jo e denjë për të marrë. Është teknologji e vjetër dhe nuk besoj se mund ta sjellë pushtet. Në këtë aspekt qytetarët nuk e kanë besuar narrativën e Partisë Demokratike, që konsideronte drejtësinë si të kapur nga Rama. Sot që Rama është në këtë pozitë, është akoma më shumë një argument për të thënë që Rama jo vetëm që nuk e zotëron, po është një siklet të madh. Sepse të mos e zotërosh, mbase nuk përbën ndonjë problem. Po, sigurisht. Dhe e mbështetjes së qytetarëve dhe e mbështetjes së partnerëve ndërkombëtar. Pa të cilët le të themi kjo do ishte shumë e vështirë. Po janë ata zot thuaj ata prokurorë që kanë bërë këto gjëra se dhe ky është një model shumë i mirë. Shikoni sa interesante është. Spaku duhet të ketë rreth 12 prokurorë. Jo, Spaku ka 20 prokurorë. 20 prokurorë. Nëse 20 prokurorë nëse është mundur polifoton e Spakut që ta ketë Migeli, nëse e kemi 20 prokurorë, të cilët pra që do të thotë në këtë vend mbase nuk është e rëndësishme të jesh kryeminist që vendi na bësh më të mirë. Këta na kanë treguar që vendi mund ta bësh të mirë edhe nga vendi jot i punës.